Shumë të dashur banor të Krushës së Madhe me rrethin, në këtë vend që mban emrin dhe dhembjen e madhe, jemi bashkë për të nderuar kontributin dhe sakrificën e jashtëzakonshme për Republikën e Kosovës. Bashkë me familjarët, mbijetuar e dëshmitar të masakrës Krushës së Madhe, përkujtojmë sot një nga masakrat më mizore të kryera nga aparati shtetëror serb. Ndërmjet 25 dhe 27 marsit 1999, forcat serbe këtu vranë pamshirshëm 155 civil shqiptar. Në mesin e tyre ishin edhe 7 fëmijë e 5 gra, njëra nga to ishte 7 zënë. Forcat e Serbisë zhdukën me dhunë 64 krushjan, mes tyre edhe intelektualin e jashtëzakonshëm e veprimtarin e paje për Bukshin Hoti. Mbi 700 shtëpi u dëgjën bashkë me institucione fetare e kulturore. Në Krushë të Madhe janë edhe 2 krematoriume. Në krematoriumin e parë, gjurmët e cilët janë ende të dukshme, forcat serbe dëgjën 19 civil të pafajshëm shqiptar, e në krematoriumin e dytë, në shtëpinë e familjes së Nezir Durakut, u dëgjën mizërisht mbi 40 civil të tjerë. Institucioni i ri ndërtuar këtu, Muzeu i Masakrës në Krushë të Madhe, është dëshmi saj krimeve të Serbisë gjenocidale, aq edhe e ngadhnimit të Republikës së Kosovës. Për të mbledhur dëshmitë dhe për të dokumentuar me saktësi krimet anë mban Kosovës, kemi funksionalizuar Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës Kosovë. Andaj u bëj thirrje të gjithëve që të kontriboni me të dhëna e dëshmi në këtë proces të rëndësishëm për ruajtjen e historisë, nderimin e viktimave e të ardhmen e brezave të ri. Këtu në vendlindjen e Basesuk, profesorit Bukshin Hoti kujtojmë me nderim veprën e tij për jetën dhe përpjekjen tonë politike që të jetojmë me dinjitet të bashkuar në shtetin i cili na shërben të gjithëve si republikë dhe që është republikë përveç se demokratike edhe republikë për zhvillim. Lavdi 22 dëshmorëve dhe 155 martirëve nga Krusha e Madhe. Lavdi të gjithë dëshmorëve e martirëve të mbar kombit shqiptar dhe të gjitha fazat e ngritjes e rritjes së tij. Lavdi. Lavdi. Lavdi jetoni për gjithë. Faleminderit.